Janë të shumta sukseset e rinisë shqiptare në Danimark. Avni Qamili është nga Shemshova e Tetovës. Në Universitetin e Tetovës ka studiuar gjuhë dhe letërsi angleze, ndërsa tani jeton në Danimark dhe në mënyrë profesionale kryen disa punë tepër të rëndësishme. Avni është këshilltar juridik për çështjet të imigrimit në Danimark, si dhe është i punësuar në firmën për transport publik YouMove, ku bën ndarjen e turneve dhe merret me punë të ndryshme administrative. Nga këto profesione të Avniut, përfiton jo vetëm shteti danez, por edhe komuniteti shqiptar në Danimark. Ne takuam tek zyra për të drejtat e shtetasve të huaj, ku jepen këshilla juridike të huajve dhe bashkëadhetarëve tanë që duan të pajisen me leje qëndrimi apo leje pune në mbretërinë daneze. Kjo zyrë merret në juridik në gjuhën daneze quhet udhëlengrat, do të thonë me drejtën e shtetasve të huaj në Danimark. Ku ndër shërbimet që ne ofrojmë janë bashkimet familjare, janë aplikime për rezidencat përhershme, aplikime për në shtetësi daneze, aplikime për viza apo rezidenca me anë të punës, kontrata pune. Ofrojmë shërbimin e aplikimeve të vizave të ndryshme ku janë qytetarët e shtetit Kosovës që kanë nevojë për këta, se të Shqipërisë dhe Maqedonisë kanë drejtën e lëvizjes lirë, të më thënë për në Europë. Merremi edhe me ata persona ku ndodh rasti shkullëzimit, ka arsye apo bazë ku mund bazohen dikun për të vazhduar të jenë rezident në shtetin danez. Por si ka ardhur puna që Avniu të jetë pjesë e pandashme e kësaj zyre? Është fakt se unë jam nxënësi i juristit të njohur që ka hapë zyrën e parë në Danimark, po e ka zyrën që më shumë se 20 vite që e ka hapë atë zyrë, edhe merret me këta punë. Ne si familje kemi qenë klientë e atij dhe ka shprehë interesimin gjithmonë që të gjejë një shqiptar që një edhe gjuhën, edhe kulturën, edhe mentalitetin, edhe si populli shqiptar, po edhe këtu në Danimark. Do me thonë edhe mu ma dha mundësinë që të bëmë nxënës si ati. 2 vite e gjysmë kam mësu falas, e kam ndjek sa kam pas mundësi gjithkund, edhe tani ka 2 vite e gjysmë që punoj edhe me pagesë. Danimarka është një shtet në të cilën njeriu zhytet në rregulla ndonjëherë edhe të egzageruara. Shumë rregulla ka edhe për të pajisur njeriu me leje qëndrimi dhe leje pune në mbretërinë daneze. Aktualisht është shuma për të marrë një leje qëndrimi dhe leje pune, duhet të ketë një punë që ofron pagesën e 448.000 krona si rrogë vjetore, që bie diku te 37.333 krona në daneze, një rrogë mujore, që është vështirë fitohet, kërkon të jetë punëtori shumë e kualifikuar, edhe përveç se të jetë i kualifikuar, duhet edhe të ketë eksperiencë pune në atë sferë, që duhet dëshmohet, sigurisht. Ka qenë debati në Danimark se ka nevojë për fuqi punëtore, ka mungesë shumë madhe në treg, edhe në prill të këtij vitit u prit që tulet kjo shumë 32.000 krona rrogë mujore. 32.000 krona është një shumë që ka mundësi çdo kush, jo çdo kush, po ka mundësi të bëhet edhe të fitohet rezidenca e punës, edhe është një lehtësim i madh për ata që kanë biznes në Danimark, se u duhet fuqi punëtore që të cilën punëtor nga jashtë. Ai nuk u bën prill, e përmendën se do vënohet pak, u prit në korik, po u votu me 2 deputet,
më shumë që ishin kundër këtij ligjit. Edhe pas asaj thanë se do bëhet tani në dhjetor, edhe do jenë vetëm 15.000 aplikimet e para, mandej do kthehet në 37.300. Po aktualisht nuk kemi qeveri në Danimark, edhe nuk mendojmë se do ndodh kjo, s'ka kush të votoj atë ligj, edhe presim se çfarë do ndodh. Brenda këtij ligjit nuk është vetëm se është 37.300, por ka një ny i Denmark, ose në gjuhën angleze new in Denmark, DK, është një listë pozitive, quhen listë pozitive se në ato punë ka mungesë madhe të punëtorëve, mund të jetë si elektricist, që duhet ta ketë diplomën, të jetë i shkolluar elektricist, apo në IT, apo shumë persona, kjo gjatë vitit ndryshon kjo lista, edhe është mirë shikohet këtu se çfarë ndodh, çfarë shtohen, çfarë hiqen. Edhe me këta mund bëhet edhe ndoshta me një rrogë modeste, 25.000 krona të marrë në rezidencë. Po vetëm plen për ata që kanë diplomat. Por me kalimin e kohës, edhe ligjet daneze për imigrantët janë përshtatur me kërkesat e kohës dhe kanë ndryshuar. Sidomos, aktual është tani ndryshimi i ligjit për bashkim familjar në rast se njëri prind është nënshtetas danez. Ky ligji ka qenë më parë për ata që kanë pas fëmijë që kanë jetuar në Danimark 6 deri 7 vite, edhe kanë qenë pjesë e kopshteve fëmijëve, shkollave daneze për një periudhë 6 vjeçare. Ata u janë shmang këtyre kushteve dhe kriterëve që Danimarka u vendan qytetarët vet. Si për shembull garancioni 108.000 krona. Janë 6 pika që quhen integrasjonskrav në Danimark. Pikat për dhe ta partë ky person që bën bashkim familjar, a është integruar në Danimark, dhe personin që merr nga vendlindja apo nga shteti huaj, ai plotson këto pika që në aspektin politik unë i shoh se duhen të marrin njerëz që mund të integrohen në këtë sistemin danez, të jenë aktiv në punë, të jenë aktiv në shkollë, të mësojnë gjuhën daneze dhe të jenë të integruar. Kur i kanë këta fëmijët, atëherë u shmangën faktikisht edhe tarifës 108.000 krona, aplikimi e ka çmimin të tarifave, më thonë shteti është 10.000 krona vetëm të aplikosh. Merr apo nuk merr përgjigje pozitive. Ato para likin. Edhe tani ka qenë një diskutim, një debat për ata që vetëm kanë fëmijë me pasaport daneze. Kanë drejt bëjnë bashkim familjar për një person. Nuk është patjetër të jetë babaja apo nana e fëmijës, pa kanë drejt bëjnë bashkim familjar për atë person, pak ta pika, pak ta kushte. Pothuajse gjithë. Ka në raste tralla ka ku është obligueshme, mund të ketë një rast dhuneshëm që kanë ndodhur shumë i rëndë, atë mund t'ia ndalojnë atij personit që të bëjë bashkim familjar. Me shumicën e këtyre kritereve nuk i bën. Dhe kjo më e reja e fundit, që unë e prita të më vijë përgjigja e parë, të ka disa javë që ka ardhur, ishte shkaku se kam pas një fëmijë që ka pasaport danez. Fëmijët kanë pas moshës 3 vjeçare edhe më pak se 1 vjeç, ai çift, edhe ishte mundësia e vetme për ta marrë atë rezidencën për bërë bashkim familjar dhe u pranu. Edhe unë pas vendimit që unë ndjeva pak më rishëm ta shpreh edhe në publik pa u thellu shumë detale, kjo është, më thonë, që e ma e re, po ende nuk ka vendim në udhëheqjen nëse si vendim prejet, më thonë se cilat grupe edhe si do jenë këta mundësi për me bërë këtë bashkim familjar. Për momentin diskutohet ashtë kush të kishin jetuar ata bashkë si çift, mandej kur flasim të kishin jetuar, duhet të kishin jetuar me një adresë të regjistruar, apo mjafton vetëm të kishin bashkë jetuar kështu, pa u regjistruar në adresë. Për gjana më të reja, sigurisht, siç ju kam njoftu gjithë shqiptarët në për rrjetet sociale, kemi edhe një faqe Facebooku, që kemi Immigration Law Albansk,
edhe atje do njoftoj për çdo ndryshim që ndodh. Gjatë tërë kohës që Avniu ka qenë pjesë e kësaj zyre, sukseset dhe veprat e mira të tij nuk kanë munguar. Gjatë 2 vite e gjysmë, nuk e di, a kam arrit numrin e 100 aplikimeve, po mendoj se është diku te 100. Duhet të them se mbi 90% të aplikimeve i kam pozitive. Kjo nuk është rastësi, kjo është edhe se kam mësuar nga një jurist i sinqert, që vetë nuk merr vetëm aplikime sa për të pa lek, po e kemi më shumë nëse ka shans dhe ka hapësirë për të bërë puna, e marrim aplikimin dorë, ose jo i caktojmë dikujt, duhet ta bësh këtë kurs gjuhës apo të punosh edhe një vit e mandej mund të kthesh prapë ta bëjmë aplikimin. Edhe shumë klientë që flasin me ne, mund të shkojë një vit e gjysmë, prapë do rikthehet edhe të filloj aplikimin. Kur vije koha, kur është i gatshëm për me marrë përgjigje pozitive. Suksesi më i madh ka qenë te ndihmat juridike apo një konsultim që kemi caktuar falas që bëhet dikur të 6 javë, ku e kam pas mundësinë çdo shqiptar të vije e ta paraqes problemin e vet. Ndër ata janë fëmia im Kalim Danimark, i ka bën 26 vjet, akoma nuk ka rezidencë përhershme, si ka mundësi. Edhe ne e kemi treguar se çfarë mungon, apo ka ndodhur që ai ka qenë i gatshëm për rezidencë përhershme, por ka aplikuar vetëm për vazhdim të rezidencës, shkaku se ka menduar se nuk mund ta merr rezidencën përhershme, por ndryshe ka ndodhur ta aplikojmë përhershme se kanë qenë shumë i sigurt, po u ka munguar diçka. Edhe bashkime familjare. Akoma martohen me persona nga vendindja që duhet të sillin në Danimark. Edhe suksesi tjetër është për ata që kanë fëmijë në Danimark. Kanë menduar se duhet të plotësojnë gjitha kushtet, ku ndër ato janë të mbyllin edhe në konto 108.000 krona tani është shumë aktuale, që duhet mbyllen. Më shumë hasin vështirësi në të 6 pikat që duhet plotësohen për personit që është në Danimark, për shembull, i ka 3 pika, dhe personit që vin nga vendlindja duhet i ketë 3 pika. Këtu gjithmonë hasin probleme, se po i kanë, po nuk i kanë dëshmu, po ka raste që vetëm kanë bërë aplikim, pa i plotësu këto kushte, dhe është keq se e paguajnë mbi 10.000 krona një aplikim, në shtet këtu ku e kanë pas mundësinë të nesh, apo të vinë të konsultohen falas, edhe ta shohin se ku gjenden edhe çfarë u nevojë të plotësohen. Më më suksesshme ka qenë kjo punë e bashkimeve familjare edhe aplikimet për rezidencat përhershme. Po çka mund të presin imigrantët shqiptar në të ardhmen nga politika ditore daneze që vazhdimisht reformohet? Padyshim se për këtë lëmi që unë punoj, një antarësim i shqiptarëve në Bashkimin Evropian do të zgjidhë gjitha problemet. Nuk do ketë mande nevoja për bashkime familjare të këtij lloji, se persona do e kenë në shtetet evropiane ku kanë drejt të lëvizin të lirë, por derisa janë punëmarrës në atë shtet evropian, edhe të bëjnë bashkime familjare me familjet e tyre. Po kemi shpresuar gjithmonë dhe unë jam optimist se ne shqiptarët e meritojmë të jemi antar të Bashkimit Evropian. Historikisht në Danimark kemi shumë punëtor. Në krime nuk njihemi në Danimark si kriminal në shqiptarët. Edhe shpresa është shumë e madhe se të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Koha nuk dihet kur. Në aspektin politik nuk vlen kjo vetëm se si kemi punët në shtetet shqiptare, po është edhe se si do rrjedhen rrethana, se shembull e kemi Bullgarinë, një shtet që akoma nuk është i rregulluar, po ka vite që është pjesë antare e Bashkimit Evropian, ku ne shqiptarët e meritojmë më shumë se Bullgaria kur ka hyrë në atë kohë. Andaj sigurisht që kjo do të zgjidhte problemet tona, edhe jam optimist se do ndodhë së shpejti.
Zyra për të drejtat e shtetasve të huaj në Danimark nuk është vendi vetëm i punës i Avni Qamilit. Ai është edhe person kyç në një firmë të madhe daneze që quhet YouMove dhe që merret me transport publik. Si për fillim desha të tregoj, kjo është një firmë e autobusave që është trend në treg. Janë duke zhvillu për çdo vit shumë më shumë, është u bë firma më e madhe në Danimark. Shqyrtimi im kryesor në këtë firmë është ndarja e turnime apo orarëve të punës së punëtorëve. Po përveç saj unë merrem edhe me menaxhimin administrativ të kësaj firme. Dennis Marsner është koleg i Avniut dhe danezi që është rritur dhe çdo herë është shoqëruar me shqiptar në Danimark. Nærmest vokset op med Yusuf Fetai, som storebror til Bayram Fetai, og en masse andre albanere. Fra da vi var små drenge, der lå og spillede fodbold, der gik i bællerhøjbade og hvad vi ellers lavede af narstreger. Og så mit generelle indtryk af albanere, det er, at det er nogle søde, rare, respektable mennesker. Sigurisht se Denisi ka fjalët më të mira për kolegun e vet, Avni Qamilin. Avni, han er en super person. Meget hjælpsom person. Han hjælper sine kollegaer, sine buschaufførkollegaer. Han er meget hjælpsom og har et rigtig godt hjerte. Avni Qamili çdo herë ka qenë i aftë të kombinoj bukur jetën profesionale dhe atë familjare. Sportit i jep rëndësi të madhe edhe sot e kësaj dite dhe mundohet të inspiroj edhe fëmijët e vet që të merren me sport.